16 qershor. Një thirrje për përkushtim. Prandaj po ju bëj thirrje vëllezër, nëpërmjet përdallimeve të Perëndisë, që t'i paraqisni trupat tuaj si flitë gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshme për Perëndinë, që është shërbesa juaj e arsyeshme. Romakëve 12:1. Kur William Boothin, themeluesi në ushtrisë së shpëtimit, e pyetën që të shpjegonte ndikimin e jetës së tij, ai u përgjigj me një frazë të qelluar: "I jam dorëzuar plotësisht Jezu Krishtit." Në atë përgjigje nuk ishte asnjë thërrim me mendjemadhësi ose krenari. Kjo ishte thjesht mënyra e vetme në të cilën Boothi mund të shpjegonte se si ai, një njeri i zakonshëm dhe i varfër, ishte përdorur në një mënyrë kaq të jashtëzakonshme dhe kishte pasur një ndikim kaq të madh në atë pikë të veçantë të historisë. Çfarë do të thotë i është dorëzuar plotësisht Jezu Krishtit? Në fillim të Romakëve 12, pas 11 kapitujve të lavdishëm që kremtojnë shpëtimin nga mëkati, gjë që Perëndia e përmbushi në kryq, dhe mëshirën e tij sovrane në zgjedhjen e një populli për veten e tij, pali u bën thirrje atyre që po i besojnë Krishtit që t'i përkushtohen 100%, me trup, mendje dhe frym, Zotit Jezu Krisht. Fjala që ai përdor për e arsyeshme këtu vjen nga fjala greke logikos, nga e cila vjen fjala jon logjike. Me fjalë të tjera, nxitja e tij nuk bazohet mbi ndonjë emocion ose manipulim. Përkundrazi, pali po bën një përgjërim racional dhe urgjent ndaj lexuesve të tij, dhe të gjithë këtë e bazon mbi fuqinë e mëshirës së Perëndisë. Nuk ka asnjë dimension të natyrës sonë njerëzore që të mos jetë ndikuar nga rebelimi ynë i vullnetshëm ndaj Perëndisë. Megjithatë, në mëshirën e tij, Perëndia nuk ia llogarit mëkatet popullit të tij dhe ai nuk na ka dhënë dënimin që meritojmë. Përkundrazi, ai i ka marrë mëkatet tona dhe ja ka llogaritur ato birit të tij të vetëm dhe të dashur. Nëse e shpërfillim pjesën nëpërmjet përdallimeve të Perëndisë në këtë thirrje, ne gabojmë menjëherë. Kjo është një thirrje për njerëzit që e kanë marrë hirin aftësues të Perëndisë për të ofruar jetën e tyre, jo që të mund të pranohen, por për shkak të faktit që tashmë janë pranuar. Ky përgjërim është për ne që tashmë jemi liruar me anë të hirit, që të bëhemi gjithçka që Perëndia synon që të jemi, tërësisht të përkushtuar ndaj tij. Perëndia nuk po na kërkon të ofrojmë parat ose pasuritë tona. Ai nuk dëshiron që ne të ofrojmë diçka më pak se këto, por më shumë, veten tonë. Gjithçka që jemi, gjithçka që mendojmë, gjithçka që ndijemi, gjithçka që bëjmë dhe gjithçka që dimë, t'ia ofrojmë të gjitha këto Perëndisë që ka dhënë birin e tij për ne. Ky është i vetmi reagimi logjikshëm ndaj mëshirës së tij. Kur ja japim të gjithë veten Perëndisë, të gjitha aftësitë tona, sado të kufizuara që të jenë, ato mund të përdoren për lavdinë dhe qëllimet e tij. Jeta e krishterë nuk vjen me ndonjë alternativë për masa gjysmake ose për rezervime. Kjo është një jetë që kërkon gjithçka. Ka diçka të lavdishme në atë lloj përkushtimi që thotë: "Po jap gjithçka që kam." Nëse do të dorëzoheni plotësisht, atëherë nuk ka kufi për atë që do të ndodh brenda dhe përmes jush. A do të jeni ju ai lloj personi që mund të thotë: "I jam dorëzuar plotësisht Jezu Krishtit"?